Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak marrëdhënien, një marrëdhënie që në fakt ka ngritur shumë pikpyetje të mëdha jashtë. Marrëdhënia e Mirit edhe Selinës. Miri dhe Selina në fillim u komentuan shumë nga banorët sepse realisht ajo është e dukshme në kamera dhe imagjino sa e dukshme është brenda asaj shtëpie kur raportet e tyre janë tepër të afërta. Ishte brikena në fakt ajo që e vuri në pa, që në momentin kur Mirit ju kërkuaj që të ndronte krevatin dhe të dilte në një krevat tjetër, ndërsa Miri përzjodhi që të qëndronte me Selinën. Tani, unë ditën e djeshme hudha një dyshim që Miri mund të ketë ndonjë marrëdhënie të krisur jashtë me bashkëshorten e tij dhe me plot të drejtë brenda asaj shtëpie ndërton një lidhje dashurie me Selin. Një vajzë e re, një vajzë me plot energji, me shumë pozitivitet, që siç duket ja ka tërhequr dhe ja ka marrur shpirtin Mirit. Tani, në promon e madhe që është bërë për natën e sonte se çfarë do të ndodh në spektakël, Miri është në shënjestër të parë. Në dhomën e rrëfimit që jam i bindur që Miri nuk është i informuar që produksioni ka publikuar videot ku ai qan për Selinën, për letrën që ja ka shkruar babai, që tani derisa një mashkull derdhën lot, nuk kupton që raporti mes Mirit edhe Selinës në asnjë mënyrë nuk është një raport shoqëror, po domethënë kalon për te i saj. Unë nuk dua ta paragjykoj, sepse për mendimin tim nuk është i vetmi mashkull, i vetmi burr i martuar që bën një veprim të tillë. Le të themi 90% të burrave të martuar kanë një të dashur, po ndoshta tek Miri na duket e çuditshme fakti sepse Miri e bën publikisht. Domethënë e bën brenda asaj shtëpie, edhe pse Landi, miku i tij, ka thënë që Miri ka një raport jashtëzakonisht të bukur me vajzën e tij. Duke qenë në akvarium, Miri foli për gruan, foli për bashkëshorten e tij që ajo e ka shumë qef që të vizitojë Shqipërinë, domethënë nuk është shqiptare, është e huaj, kemi të bëjmë me një gjermane, edhe që janë dakorduar që verën e këtij viti të udhtojnë nga Gjermania drejt Shqipërisë. Tani nuk e di domethënë se si bashkëshortja e Mirit do ta përkufizonte këtë afërsinë, ndoshta sonte do të kemi një mesazh nga ana e saj, por mendoj që sonte Miri do të jetë pak më i hapur në ndjenjat e tij, në emocionet e tij, edhe pse këto ndjenja do të kenë epitetin e shoqërisë shumë të mirë. Pa marrë parasysh që Selin mori një letër nga babai, nuk do të thotë që Selina i respektoi fjalët e babait. Më thënë edhe Selin duke që po ndjen një raport jashtëzakonisht të afërt me Mirin. Tani unë them që Miri është i dashuruar te Selin, sepse kjo gjë duket, ai është shumë i mërzitur kur është në akvarium, domethënë larg Selinës nuk bën në asnjë lloj mënyre dhe sa vrastare do të ishte në qoftë se produksioni vendoste që Selin të nxirrte nga shtëpia e Big Brotherit. Dua të marr mendimin tuaj, si e gjykoni ju këtë raport, edhe pse nga ana e shoqërisë së Mirit, në këtë rast këngëtari i nderuar Landi, domethënë e mbrojti në mënyrën më të mirë duke përmendur edhe thënie fetare në këtë mes, duke e bazuar në raportin me Mirin. Që Miri ka rënë në dashuri, kjo gjë as nuk diskutohet. Që Miri domethënë ndjen ngrohtësi shpirtërore të Selinës, kjo gjë as nuk diskutohet. Në asnjë mënyrë nuk dua ta paragjykoj se në fund të ditës ne nuk jemi askush për të folur për jetën e tjetrit dhe për zgjedhjet e tija. Por në këtë mes domethënë ka një vajzë dhe se si do të cilleshte bashkëshortja e Mirit. A mendoni që gruaja e Mirit mund të ketë nisur sonte një letër apo një video apo një voice mesazh për të dedikuar tek Miri një fjalë apo për t'i thënë atë, sepse ndoshta Miri edhe nuk e kupton se si komentohet jashtë raporti i tij me Selin.